Miq Prizmës, në Shqipëri ka ndodhur një element çuditëbërës, shërues, një element i mrekullisë politike që sigurisht ju thot atyre që merren me politikë, por njëkohësisht edhe atyre që do të ndjekin politikën, që duke votuar Sali Berishën, votojnë të djathtën. Kjo jo vetëm që ishte një nga marrëzit, por edhe nga mashtrimet më të mëdha që mund të ketë ndodhur që në fillimet e pluralizmit, ashtu quheturit pluralizëm shqiptar, ose pluralizmit të ndarjes së Partisë Punës Shqipërisë në dy parti. Në bien legjitime, që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë, dhe bien jo legjitime, që është Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila mblodhi me në krye Sali Berishën, jo vetëm perversitete antarë leverdije, por edhe pjesë të shërbimit që i bësh atëherë në atë kohë sigurimit të shtetit, spionëve nga më të ndryshmet. Dhe normalisht në këtë pikë u rritë dhe u krijua e djatha e rreshme, e poshtër, e pasinqertë, gjeshtare deri në themel, e cila përmblodhi pastaj për t'i shkatruar akoma më keq dhe të gjithë ata që bënin pjesë dikur me ballën kombëtar, me legalitetin, me djathtën e vërtetë, shkatruar edhe nga regjimi komunist dhe e përfunduar në vdekje të plot nga një komunist, majtist, folk bolshevik si Sali Berisha. Sot ata do të përballen në Shkodër dhe kam vure disa prej elementëve të tyre që sigurisht janë në zgjedhjet e përzgjedhjet e Sali Berishës që të vazhdojnë dhe të thonë pjesën e premtimeve të tyre folk bolshevike për Shkodër. Pa një vjet e sa që sigurisht është ndruar pushteti vendor në Shkodër, ai që ka luajtur rolin kryesor, dhe këta dalin thotë, po jemi për Shkodrën sportive, jemi për Shkodrën e institucioneve të sigurta, transparente, jemi për Shkodrën e artit, e kulturës, jemi për Shkodrën e infrastrukturës, dhe gjitha këto i kishin ata, nuk bën asgjë. E shkatruar në themel. Imagjinoni kur vazhdon Bardh Spahia thot kam çuar 54 projekte, kam mësuar atë shifër përmendsh. Po ti thuash Bardhit ma dërgoj një projekt, ma trego kush është ky projekti joti, se këta kanë bërë dhe projekte shumë. Këta dërgonin letra me 2 zgarravina i thoshin projekt. Na jep paret për këtë projekti se kështu e merrin këta projektet. Të gjithë majmunët e Partisë Demokratike në Shkodër, nuk dua t'i them emrat, po vjen dita, në bashki dhe jashtë bashkisë, bënin projekte idiotës, siç kanë bërë në 2017, një projekt idiot. Dhe del një që është në listë tash, thotë kemi bërë një projekt, jo ka firmosur edhe Edi Rama këtyre. Po më 2017 një gomarlek idiotësh për projektin e Shkodrës, asgjë për Shkodrën. Por në ato 54 projekte duhet të tregoj njërin, o kush është ky? Janë bërë rrugët thotë, po kanë qenë projektet tona. E kanë gënjeshtrën, domethënë patologjizëm të smajtës. E keni parasysh atë majtën evropiane që sot është gjysma gay, edhe këta kështu e kanë. Kanë mendimin gay, se mas e vetë nuk i akuzoj për kaq. Ndoshta edhe janë, se këta kanë filluar, sigurisht, për të bërë martesat gay edhe për tjerë, edhe kanë vazhduar tjerët mbrapa. Njëri prej tyre është në Burg, tash kryetari i Bashkisë i Tiranës. Ose nuk i harrojmë këto punë tash. I ka filluar Sali Berisha dhe shan Erion Velin edhe harron që ka qenë midis 2 gayve vetë në fotografi. E ka bërë ai për të qenë modern. Të shi një projekt të këtyre, na tregoni një projekt, kush është ai projekt? Kanë shtruar rrugën filan, ka qenë projekti jonë. Është lyer shkolla filan, është projekti jonë. Janë vu me kapota, pallatet janë projektet tona. Këta jo vetëm janë mashtruese, gënjeshtar, se kanë popullin tillë. Ai popull që i ndjek mrapa është gënjeshtar dhe mashtrues për vete. Pëlqen që edhe të gënjej, edhe ta gënjej. Pra, elektorati i Bardh Spahis dhe gjithë tyre që vazhdojnë të ndjekin Sali Berishën mrapa, është pjesa e asaj popullsie që dëshira e vetme është të gënjej kot, pak kuptim, po nganjëherë edhe plot për përfitim, edhe të gënjehet. Domethënë, këta sa më tepër të gënjesh,
aq më të lumtur janë. Kam projekte, thot. Del edhe një punë e re, një kandidate tyre. Do bëjmë e pa njoftur ftyrë që se njeh kërkush, as ban kërkush, ai i kishte gjitha në dorë. Do bënte Shkodrën e rinovuar komplet. Do të çonte në stad e zhvillimit të pa me ne herë kulturën dhe artin dhe sportin, dhe grave do t'i krijonte kushte kjo. Apo kanë kushte kështu të mrekullueshme që pastaj do kthente edhe ata që kanë ikur nga regjimi i Edi Ramës, i kthente kjo, i merrte nga kudo që kanë shkuar nëpër botë, sepse do vinte kjo në pushtet me Sali Berishën. Kjo lloj politike e një të majte gënjeshtare dhe mashtruese, që përfaqësohet nga folk bolsheviku Sali Berisha, sigurisht që në Shkodër do të zenë vend ke pjesa që sigurisht janë mësuar edhe të gënjejnë. Por për fat janë pakica, nuk janë shumica. Nuk mund të jenë shumica sepse sigurisht marzia zë vend, gënjeshtra zë vend, grotesku zë vend, po jo këtë gjithë. Dhe moralisht dhe në mënyrë qytetare duhet patjetër kuptuar kjo, që duke votuar Sali Berishën sigurisht që nuk po votoni një të djathtë, po votoni një të majtë revolucionare, të shëmtuar, gënjeshtare deri në atë pikë sa nuk mund të thuhet fjalë më e qartë dhe më kuptimplote se sa një post-komunizmi të zëvendësimit të shëmtuar të ish komitetit partisë me jo vetëm Partinë Demokratike, por dhe me atë që konsiderohet pastaj mbetjet Partisë Demokratike, sepse ajo është cop-cop, shumë prej saj kanë ikur se nuk mund ta durojnë këtë lloj majtizmi të shëmtuar, i cili jo vetëm që imponohet nga dëshirat e një plaku të çmendur, por dhe bashkimi i njerëzve të cilët s'kan bërë asgjë në jetën e tyre. Dhe e kanë bërë vetëm duke u bashkuar me Sali Berishën, duke marrë forcë nga folklorizmi dhe marzia e tij politike. Sot është Luciano Boçi nga Elbasani në Shkodër, dhe nuk është Josefina Topalli. Edhe di pse nuk është, sepse e provoi veten duke u bërë kundra Partisë Demokratike dhe në një farë mënyre jo me Sali Berishën. Edhe u pa se sa vota merr. Pra, në këtë mes ajo që mund t'ju them është se të gjithë llapazanllëqet e sidomos sulmet në Facebook, portale që kanë, jo Shkodra këtu, Shkodra sot e nesër, e mas nesër, e tjetër mas nesër, Shkodra e kësaj, Shkodra e lirisë dhe demokracisë, portale, pastaj portale tjera, Shkodran ky e Shkodran ai, e marr ky e marr ai, i bukur ky e i keq ai. Edhe sidomos një 150 vetë të identifikuar, sepse akuzojnë kënej patronazhistët dhe harrojnë patronazhistët e Facebookut të Sali Berishës edhe të Partisë Demokratike. Ata sharsit me nane, me motra, qatë gjenë në derë shtëpisë. A kupton që kudo që ka diçka që po bëhet punë, ata vazhdojnë e shajnë me libër shtëpie, shajnë me familje, shajnë me çfarë mundet, hapin emra të ri, portale të reja, shajnë, fyen, bëhet një rrugë, thot nuk është rrugë gënjeshtër, fillon një rrugë tjetër, rregullohet Shkodra, se gjitha kanë tjerë pune, thot janë projektet tona, janë duke u bë keq, e bëjnë për të vjedhë, e bëjnë për të grabitur, e bëjnë për të zhytur Shkodrën. Shajnë për ditë, e bëjnë, sepse sigurisht janë destruktiv. Është një e majtë revolucionare, Che Guevariste, që vetëm shkatërron. Në qoftë se do të votoni Sali Berishën në Shkodër edhe njerëzit e tij të përzgjedhur, jeni duke votuar të majtën revolucionare më të shëmtuar që ka lindur ndonjëherë në këtë qytet. Në qoftë se komunistët do t'i kishin parë këta, do t'i kishin futur në burg. Kaq hajdut, kaq të mrapsh, kaq mashtrues, kaq rëncak janë. Do t'i kishin futur në burg për hajni, për mashtrime, për gënjeshtra. Dhe sigurisht demokracia i toleron, se demokracia kështu e ka, i parapëlqen pak edhe gënjeshtarët edhe mashtruesit. Ata që thonë jemi kundra Sorosit dhe i kanë ngritur gjithë institucionet e tyre, Partia Demokratike e para, me Sorosin.
kanë ngritur kopin e dikurshëm, kanë ngritur komplet qeverinë e Sali Berishës në 2005, kanë ngritur televizionet Sali Berishës edhe media të tij, dhe sigurisht kanë bërë punën e Sorosit në mënyrë më të shkëlqyer të mundshme, sepse ishin të majtë, sepse ishin realisht folk bolshevikët më të ndyrë që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Dhe për fat të keq, edhe në Shkodër. Edhe në Shkodër akoma më keq, sepse sigurisht ishte qyteti që kishte më tepër të rekrutuar të sigurimit të shtetit, të përdorshëm në mënyrë kriminale, të përdorshëm deri në urrëtie patologjike për njerëzve që sigurisht nuk i kishin shërbyer sigurimit të shtetit. Duke marrë flamurin e Partisë Demokratike, duke bërë biografitë e tjerëve, duke i spionuar dhe sot e kësaj dite, duke i lënë pa punë, duke i hequr nga zyrat, dhe duke mbushur zyrat me gjithë majmun, me Planet Monkey i them unë, me gjithë majmunit e tyre. Ju ka mbaruar, dita ju ka mbaruar ora. Por ata vazhdojnë të rezistojnë, dhe di pse. Miqtë mi, ato do t'jenë edhe për një kohë. Sepse sigurisht ka të bëjë me ignorancën dhe me poshtërsinë që pjell kjo ignorancë. Me poshtërsinë e cila sigurisht nuk e do qytetin prosperitet. Ata i kanë dhënë të ikurën qytetit. Sigurisht kanë deformuar trashëgiminë e një qyteti si Shkodër. E kanë luftuar në themelet, kanë luftuar qytetarin shkodran. E kanë ndarë me lagje, me krahin, me religion. Kanë qenë njerëzit më të poshtër të përçarjes fetare. Dhe vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite. Dhe për fat të keq ndihmohen edhe për disa momente edhe nga religionar, nga klerik të shëmtuar, të cilët sigurisht rrin e han nga një, nuk duhet ta them fjalën, sigurisht në përçarje të Shkodrës, duke rënë në shparimeve të dikurshëm të prelatëve të fesë që Shkodra ka pasur, të cilët kanë menduar si njerëz kombëtar, pastaj njerëz të fesë, duke rënë ndesh Patërgjergjit dhe shumë klerikëve të tjerë, të cilët kanë menduar qytetrimin në bashkim të religioneve. Këta kanë vepruar në të kundërtën, duke institucionalizuar përçarjen në vend të bashkimit. Pastaj, kjo nuk diskutohet me parti, me qeveri edhe me vende pune. Kjo ishte pastaj absurdi më i madh i mundshëm. Dakor, miqtë mi, këtë desha t'ju them për sot.